Kush mendon ti që nuk e fiton, që mendon që mund të jetë mbi vlerësuar për ta fituar, dhe kush e fiton vërtet? Do ishte shumë e parashikueshme që ta fitoj Gjesti. Mendoj unë pse? edhe do jetë shumë e parashikueshme sepse e mbështet Kosova në këtë rast. Edhe duke Nëse votat janë, edhe Luizi ishte parashikueshëm, po. S'bet fjalë, po kjo lloj mbështetje që po i bëhet si thua shumë e fryrë, shumë e sforcuar edhe më duket pak sikur duhet patjetër ta fitoj ky sepse po e mbështesim ne. E kupton? Si me komente, si me mesazhe, si me gjitha. Edhe nuk mendoj se e fiton Gjesti. Uroj mos ta fitoj Gjesti sepse në një farë mënyre çfarë problemi ka ta fitoj Gjesti? Ai është i gjeneratës Z, 24 vjeç. Dhe ky është problemi. Po ti rëndisësh në krahasim me tre fituesët më parë të Big Brotherit, që janë një moshë goxha të rritur, Ilir, Luiz dhe Egla. Ky është një fitues shumë i ri në moshë, nëse do të jetë një fitues. Po ta marrësh për shkak të moshës, po, do ishte një gjë e bukur sepse dikush i ri, energjik, fiton Big Brotherin. Ky është problemi që ka që ti thua, po bëj antagonistin në këtë rast, që ai përfaqëson Brezin e ri. Po Brezi i ri është e ardhmja, Bruno. Brezi i ri, nëse e ardhmja është vëlla që mos të shkosh në shkollë, të rish gjithkohë zvërdall edhe mos të vesh të punosh. Siç më peti mua, e ke parasysh atë videon që të nisën? Po njerëz që kanë bërë histori që ne i lexojmë sot dhe nuk e kemi parë kurrë, por vetëm nëpër histori, ka pasur dhe që janë bërë pa shkollë. Për shembull? Nuk më kujtohet një konkret tani, por ka pasur disa. Kush? Po disa more tash se nuk jam i mirë në histori. Është një gjë që memorie datash apo emrash, por ka evoluar shumë koha. Tani ke internetin që është mjet informacioni shumë i fuqishëm, po. Njerëzit mësojnë në forma të ndryshme. Ti për çfarë ke mbaruar shkollën? Unë për inxhinieri gjeomjedis. Punon si inxhinier? Jo. Po atëherë je nuk është diçka që ka fushën tënde. Po pra. Po pra. Nuk është gjithmonë e thënë. Po unë e kam mbaruar diçka të paktën. Është diferencë. Po mirë, pra, dakord jam, por edhe pse ke mbaruar për inxhinieri, nuk po e shfrytëzon këtë gjë. Po shfrytëzoj diçka tjetër. Po pra, po që nuk ka lidhje me inxhinierin. Po prapë është diçka tjetër, është një fushë tjetër. Okej. Kurse në këtë rast, nëse unë për shembull do kisha mbaruar për inxhinieri dhe i futesha e zëm muzikës, unë duke ditur që s'kam zë, e kupton, do bëja thjesht ti thua që duhet ti të kryqëzojmë të njerëz dhe të themi që ti s'ke mbaruar shkollën, mund të fitosh një kompeticion? Jo, s'ka të bëj fare, nuk e mendoj që është për shkollë. Big Brotheri, duhet të tregosh të gjitha ngjyrat. Unë nuk kam parë ngjyra mjaftueshëm nga ai përveç faktit që është komik, që është gjë shumë pozitive, është komik, është çun me energji, është ngacmues, si të thuash, të vendos në limite, deri këtu jam shumë okay.